Operacioni policor i koduar Koordinata kundër kultivimit të bimëve narkotike vijon në qarkun e Shkodrës. Shërbimet e drejtorisë vendore dhe komisariatet në varësi në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike kanë vijuar me intensitet kontrollet për të goditur rastet e kultivimit të bimëve narkotike. Në njësitë administrative të Pultit dhe të Shalës, shërbimet e policisë së Shkodrës gjetën dhe asgjësuan 495 bimë të dyshuara kanabis sativa. Në vijim të veprimeve procedurale, u referuan materialet në prokurori, ku proceduan për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, kryetari i fshatit Bruça i shtetasim inicialet YD, kryetari i fshatit Nica i shtetasim inicialet MM, kryetari i fshatit Abaç shtetasim inicialet NM dhe kryetari i fshatit Pecaj shtetasim inicialet DV. Ndërkohë, në malësi të madhe, në njësitë administrative Kastrat dhe Qendër u gjetën dhe asgjësuan 365 bimë kanabis sativa. Në temal të bashkisë së Vau të Dejes u gjetën dhe asgjësuan 587 bimë. Në të gjitha këto operacione, policia ka dështuar në gjetjen e autorëve të kultivimit të këtyre bimëve, ndërsa thotë se po e vijon punën për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë të tyre. Operacioni koduar antikanabis Koordinata do të vijojë në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës.